Në Bruksel po mbahet konferenca e 8 ndërqeveritare që hap fazën përmbyllëse të negociatave për anëtarësimin e vendit tonë në BE. Ky takim i radhës përcakton piketat përmbyllëse për gjyqësorin e të drejtat themelore, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë, përfshirë funksionimin e institucioneve demokratike, reformat në administratën publike dhe kriteret ekonomike. Këto konsiderohen sfidat më të forta që ka Shqipëria në këtë rrugtim shumë vjeçar. Ndërkohë, vetëm pak ditë më parë u miratua edhe raporti për pikat e ndërmjetme i njohur si IBAR. Me miratimin e këtij raporti delikat mund të thuhet se më në fund dhe zyrtarisht procesi i integrimit të Shqipërisë në BE hyrë në një fazë më konkrete se në të gjithë këto vite. Për te debateve dhe retorikave politike, ky është një lajm shumë i mirë për shqiptarët. Miratimi i raportit IBAR dhe konferenca ndërqeveritare tregon se nga këndvështrimi teknik i Brukselit, Shqipëria ka kaluar disa kufi besimi që më parë konsideroheshin problematik. Pse? Sepse IBAR, për cilin pati jo pak kundërshti dhe debate nga disa vende të Unionit e nga ana tjetër, terr informativ që i shumëfishoi ato ka peshë të veçantë. Ky raport lidhet me grup kapitullin themeloret, që nga vetë emërtimi nënkupton pikat kyçe të funksionimit të një shteti, pra me shtetin e së drejtës, drejtësinë, të drejtat themelore, administratën publike dhe luftën kundër korrupsionit. Në praktikën e deritanishme të Bashkimit Evropian, këto tema hapen të parat dhe mbyllen të fundit.